Fation Gjinaj, në rikthehem dhe vjojmë me raportimin Fation se u desh të ndërprisin për shkak të mesazhit të zotit Berisha. Po Fation. Por Mela, në bulevardin Dëshmorët e Kombit kanë mbetur një grup qytetarësh, nuk besoj të ketë ndonjë plan paktën për ditën e sotme. Fation, do të kërkoj sërish ndjes, po qëndrojmë bashkë sepse do duhet shkojmë tek parlamenti, aty ku ka ndaluar sërish zoti Berisha, është kolega Marsi Koreshi. Duhet të gjithë bashkëpunëtorët e mi, se unë i di, po janë ta antar parlamenti janë shumica. Bashkëpunëtorët e mi. Janë dhe bashkëpunëtorët e mi që duhet ditë të gjitha drejtimet nga do të dhe si do t'jenë fushat e demonstratave dhe protestave të fuqishme të ardhshme. E thash dhe njerë, do t'jetë kryeministria, do t'jetë parlamenti, do t'jetë surreli, sepse këto janë qendrat e krimit. Qendrat e krimit. Ky parlament është ndërtuar mbi farsë elektorale. Kryeministria është pushtuar komplet nga Edi Rama. Kryeministria është sot ndërtesë krimi, të shëmtuar, të gjithanshëm, dhe surreli si të patju, del me aferat në të pa imagjinueshme me pegmarrje dhe gjëra të tilla. Pra këto tre qendra do t'jenë në fokusin e popullit protestues. Me radhë, me një fjalë, shpëtim nuk ka. Edi Rama është rrethim, Edi Rama nuk ka shpëtim. Jo. Nuk jep dorëheqjen ai, do ta heqim ne. Nuk jep. Faleminderit Berisha. Pra ti do të bësh apo Kreu i Partisë Demokratike, zoti Berisha, ka shprehur edhe një herë tjetër ai vendosmërinë për vijimin e protestave, duke theksuar dhe vendet ku do të protestohet në ditët në vijim, duke rikujtuar që nuk do të ketë heqje dorë nga protestat dhe largim nga protestat deri në dorëheqjen e kryeministrit Rama, deri në largimin e kësaj qeverie, ka theksuar kryedemokrati Berisha në këtë fjalë të radhës të tij. Marsida Koreshi është me mua tani, ndodhet pranë zoti Berisha, e thash disa herë. Po Marsi, nuk e di çfarë ndodh tani, pra si vijohet tani, do të shkohet